Greqia po shndërrohet në një pikë hyrëse kryesore për gazin natyror të lëngshëm amerikan që shkon më pas drejt Bullgarisë, Moldavisë, Ukrainës, Hungarisë dhe vendeve të tjera europiane. Sipas Ministrisë së Mjedisit dhe Energjisë, në vitin 2019, Greqia importonte 6 deri në 7 miliard metra kub gaz natyror për konsum të brendshëm, ndërsa tani kjo shifër ka arritur në 17 miliard metra kub, nga të cilët 11 miliard, kryesisht gazi lëngshëm amerikan, rieksportohet në vendet fqinje. Ministria shtoi se brenda 2 javësh zyrtarët amerikanë të energjisë do të vizitojnë Greqinë së bashku me 20 ministra nga Europa lindore dhe qendrore, duke theksuar rolin e rritjes të vendit në sigurinë energjetike në rajon. Sa i përket kërkimeve për hidrokarbure, burimet zyrtare u shprehen se do të eksplorojnë atë që të gjitha vendet përreth nesh e kanë eksploruar, qoftë me zeun lindor apo në detin jon. Kjo është diçka që i detyrohemi atë deut ton dhe që do të ndryshojë shumë në jetën tonë nëse gjende rezerva të shfrytëzueshme komercialisht. Gjithashtu qeveria greke shtoi se planifikimi i ri hapësinor për projektet e reja të energjive të rinovueshme do të zbatohet për nismat e reja dhe për ato që janë ende në fazat fillestare të licencimit. Plani do të vendosë kufizime të qarta për panelet diellore dhe udhëzime për zhvillimin e energjisë së erës. Ndër të tjera, Greqia po shton përpjekjet për të përshpejtuar projektet e ruajtjes së energjisë. Në sektorin e energjive të rinovueshme ka pasur zhvillim pa rregulla dhe pa strategji. Është e vështirë të vendosen rregulla tani, por nëse nuk e bëjmë, nuk do të jemi në gjendje të ecim përpara në 2 dekadat e ardhshme, njoftuan burime nga ministria.